Sot kam përballë një nga autoret më të reja, e cila sapo ka sjellë për lexuesit librin e saj të parë, Hëna Gënjeshtare. Një rrëfim që premton emocione, ngre pyetje dhe mbi të gjitha të fton ta njohësh botën e personazheve të tij. Por kush është vajza pas këtij libri? Si lindi historia dhe çfarë fshihet pas personazheve që tashmë kanë nisur të jetojnë në imagjinatën e lexuesve? Le ta njohim më nga afër autoren Lorena Abramo dhe historinë pas Hënës Gënjeshtare. Për ata që nuk të njohin, kush është Lorena Abramo? Atëherë, pikë së pari, dua t'i falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit që u bërët edhe ju pjesë e romanit tim dhe e historisë që unë kam sjellë nëpërmjet këtij romani. Atëherë, me fjalë shumë të thjeshta, unë jam një mësuese. Kam mbaruar fakultetin për gjuhëletërsi, gjithashtu kam punuar dhe një periudhë disa vjeçare në përmësuesi gjithashtu. Kam mbaruar fakultetin e gjuhëletërsisë dhe e kam ushtruar këtë profesion, pra kam dhënë lëndën e letërsisë për gati 8 vite dhe më pas aktualisht punoj si mësuese për fëmijët me aftësi ndryshe. Por fakti që punoj për fëmijët me aftësi ndryshe nuk më lan të hiqja dorë nga letërsia dhe sigurisht gjeta një mënyrë tjetër për të qenë edhe pranë vetes time dhe asaj që unë duar, por edhe më pranë publikut dhe lexuesit që do e pëlqejë letërsinë time, atë që unë do t'u ofroj atyre. Kush është njeriu pas këtij libri? Jam një njeri thjesht, ashtu siç edhe më shikoni, përkushtim ndaj familjes, ndaj punës dhe ndaj gjithë atyre angazhimeve ditore që gjithsecili prej nesh ka. Kur lindi dashuria jote për letërsinë dhe për shkrimin? Atëherë, ka lindur sigurisht që e vogël, sepse kjo fraza që e vogël e dëgjojmë shumë shpesh në fakt, por është e vërtet. Unë dashurinë për letërsinë e kam pasur gjithmonë. Dhe gjithashtu edhe fakultetin që unë vazhdova për gjuhëletërsi ishte një zgjedhje e imja, jo siç ishte asaj kohe që ti do hipje dhe do shkoje në universitet që atë do vazhdoj atë shkollë që ti do të dilte, jo, unë e doja gjuhëletërsinë dhe vazhdova për gjuhëletërsi dhe jam shumë e kënaqur me këtë. Çfarë të shtyu të ulesh dhe të shkruaje historinë tënde të parë, pra librin tënd të parë? Është një tematikë ku ne e hasim për ditë, madje shumë nga lexuesit e mi edhe sot kur e lexojnë dhe thonë gjatë kohës që unë isha duke lexuar, më duket sikur isha në një kafe dhe isha duke biseduar me një shoqen time. Pra janë histori shumë të dëgjuara dhe ky është edhe impakti apo dëshira që unë ta sjellja këtë libër. Po e kishe menduar ndonjë ditë që ti do botoje një libër? Patjetër që po. Kjo ka qenë një nga dëshirat e mia më të mëdha. Që në gjimnaz le të themi, atëherë kam dashur shumë që të sjell një libër, por janë disa gjëra që duhet të vi momenti i duhur dhe duhet të jetë një histori që ty të bëj atë klikun për ta risjellë dhe për të shkruar atë, për të realizuar ëndrrat tënde. Po cili ka qenë libri apo autori që të ka frymëzuar më shumë? Unë kam lexuar shumë dhe unë nuk mund të them që kam një autor të parapëlqyer apo kam këtë libër të parapëlqyer. Nga të gjithë autorët apo librat që unë kam lexuar, kam mësuar diçka dhe më kam bërë kjo që jam sot. Kur e kuptove që shkrimi nuk ishte thjesht një pasion, por diçka që doje ta ndaje edhe me të tjerët? E kam kuptuar gjithmonë, që në momentin që kam filluar të lexoj, ndoshta që në romanet e mi të parë që kam filluar të lexoj, kam kuptuar që poetët, autorët kanë një ndjeshmëri emocionale shumë të lartë dhe nëpërmjet shkrimit ata arrin të përcjellin emocionet e tyre apo histori të cilat i mbartin apo i dëgjojnë nga njerëz të tjerë dhe duan që nëpërmjet shkrimit i risjellin ato edhe për lexuesit e tjerë. Mënyra se si ne shprehemi nëpërmjet shkrimit do të thotë shumë edhe ka ndjeshmëri shumë të lartë. Dhe nga historia e vajzës pas librit, le të hyjmë tani në botën që ajo ka krijuar mes faqeve të Hënës Gënjeshtare. Lorena, sa kohë të mori që të shkruaje dhe të realizoje këtë libër? Ishte një periudhë gati 1 vjeçare, ndoshta edhe më pak. Nga momenti që nisa dhe deri në momentin që mora librin në duar. Kjo ishte periudha, gati 1 vjeçare. A ka ndonjë histori personale brenda këtij libri?
Mendoj se të gjithë lexuesit do gjejnë diçka nga vetja e tyre. Pra, nuk është një histori që është personale e imja, por mendoj se të gjithë ata që do lexojnë do gjejnë diçka që do i lidhi me veten e tyre, me historinë e tyre ose me një histori të dëgjuar në gjatë jetës së tyre. Pse zgjodhe pikërisht titullin Hëna Gënjeshtare? Hëna Gënjeshtare, po pse është një metaforë e përdorur kjo për arsye sepse çfarë simbolizon hëna apo jo. Hënën e kemi një ndriçon, por mbas ndriçimit të saj fshihet një gënjeshtër e madhe. Pra ne ecim mbas dritës së hënës, por ndërkohë ajo është thjesht një dritë që na mashtron dhe ne mahnitemi me bukurinë e saj. Çfarë simbolizon kopertina, Lorena? Kopertina, apo të shikosh, ne këtu kemi një hënë të çare, e cila sapo e thash, pra që simbolizon dritën, një dritë gënjeshtare që ty të shtym për ta ndjekur, por ndërkohë ajo është një dritë mashtruese, dhe ndërkohë kemi dhe detin këtu. Deti tregon thellësinë dhe brendësinë shpirtërore të personazhit kryesor, i cili është Ajra. Dua të futem pak më në brendësitë të librit, duke të pyetur se cili ka qenë kapitulli më i vështirë që ti ke shkruar aty? Të gjithë kapitujt, libri është i përbërë prej gati 19 kapitujsh dhe të gjithë kanë pasur atë ndjeshmërinë e tyre në mënyrën e të shkruajturit. Por kapitulli më i vështirë ka qenë momenti kur Ajra, personazhi kryesor i librit, kupton të vërtetën dhe aty gjithë bota e saj emocionale shëmbet dhe gjen forcën për të ringritur. Ky ka qenë edhe një ndër kapitujt e mi më të vështirë për ta shkruar. Lorena, a ka ndonjë pjesë të librit që ti e ke rishikuar disa herë dhe pastaj ke thënë me vete, kjo është e duhura? Po, ka qenë një pjesë e kapitullit, ka qenë një monolog dhe një mënyrë reflektimi se si personazhi kryesor bënte për bashkëshorten e personit që ishte në një marrëdhënie. Dhe aty shikojmë që ajo nuk ka as pak egoizëm, pra nuk mendon vetëm për veten e saj, por ndërkohë është duke menduar edhe për dikë tjetër e cila është absolutisht si figurë e panjohur për atë. Dhe aty kemi dhe forcën e femrës dhe solidaritetin femëror, që pavarësisht se ajo kishte rënë dashuri me burrin e saj, ajo përsëri arrinte të mendonte dhe të kishte një ndjeshmëri shumë të lartë edhe për bashkëshorten e tij. Atë kam shkruar disa herë në disa versione të ndryshme, madje ja kam treguar edhe disa mikeshave të mia, të cilat sigurisht më kanë dhënë aprovimin e tyre që si janë ndier ato, domethënë gjatë momentit që kanë lexuar, a ka arritur që ky shkrim të depërtoj në brendësinë e këtyre apo thjesht e kanë parë si diçka sipërfaqësore. Dhe atëherë kanë vendosur kapitullin e duhur. Për ta vazhduar tek përgjigjja që sapo më dhe, dua të bëj një pyetje në lidhje me personazhin kryesor. A mendon se ndihet ky personazh më pak në faj duke menduar për gruan? Jo, unë nuk dua të tregoj shumë rreth librit, sepse atë duhet t'ia lënë në dorë vetë lexuesit në mënyrën se si ata do ndahen, se sigurisht që do jenë pro dhe kundër këtij personazhi, por ne në asnjë moment ne nuk kemi fajsim, pra ajo të fajsoj dikë tjetër apo viktimizim. Pra, absolutisht nuk kemi personazhe të cilët përpiqen të viktimizohen apo të justifikohen për gabimet e tyre. Por në të gjitha momentet ata e pranojnë dhe e dinë që janë duke vepruar gabim, por ndjenjat njerëzore janë ato që ndonjëherë ty nuk të lënë të logjikosh dhe të mendosh ashtu siç duhet. Lorena, Ajra është personazhi kryesor i librit. Çfarë është ajo për ty? Jo vetëm për mua, por për gjithë lexuesit besoj, Ajra është zemra e romanit. Pra, Ajra është një vajzë e edukuar, e shkolluar, e cila ka pasur deri në moment të jetës gjithçka në një vijë lineare, por vjen një moment që ajo gabon, bie dhe ringrihet. A ka diçka nga Lorena tek Ajra? Patjetër që po. Mendoj se jo vetëm te Ajra, por te të gjithë personazhet. Të gjithë autorët që shkruajnë kanë diçka nga vetja e tyre që ja u falin dhe ja u japin edhe personazheve. Dhe sigurisht që te Ajra nga mua është ndjeshmëria dhe mënyra e reflektimit, patjetër që janë të mia.
A ka ndonjë emocion apo përvojë tënden që ja ke dhënë personazhit Ajrës? Emocionet e mia sigurisht mënyra e reflektimit, sa po e thashë pak më herët. Përvojë jo, nuk jam unë Ajra. Nuk identifikohem si Ajra, por mënyra se si perceptohen apo përkufizohen apo reflektohen mendimet sigurisht janë të mia. Cili personazh ishte më i vështirë për tu ndërtuar dhe pse? Personazhi më i vështirë për të ndërtuar ka qenë Gjeni. Arsyeja që nga vetë kompleksiteti që fal si personazh dhe doja që lexuesi pavarësisht gjithë dilemave të tij mos ta gjykonte, të përpiqej ta kuptonte ashtu siç është me të gjitha të mirat dhe gabimet e veta. A ka ndonjë personazh që të është dashur më shumë kohë për ta kuptuar edhe ti vetë apo është Gjeni prap? Jo, nuk më është dashur shumë kohë gjatë për të kuptuar personazhet, sepse në momentin që ti ulesh edhe shkruan mendimet të vinë rrjedhshëm edhe patjetër që nuk kam dashur kohë për të kuptuar. Cili personazh mendon se do të diskutohet më shumë nga lexuesit? Mendoj se më shumë nga lexuesit do të diskutohet Gjeni, për shkak të gjithë kontraditës që ai mbart në vetvete, dhe sigurisht që do ketë lexues të cilët do ta kuptojnë, por do ketë edhe lexues të cilët do ta gjykojnë. A ka ndonjë personazh që lexuesit mund ta gjykojnë ndryshe nga mënyra se si ti e ke menduar? Mendoj se po, mendoj se ai është Miri. Bashkëshorti i Ajrës, kjo për shkak të ndoshta të mënyrës se si unë e kam sjell, por unë tek ai kam dashur që të sjell burrin besnik, atë burr i cili është aty për familjen e tij dhe krah për gjithçka që një vajzë do dëshironte. Nëse Ajra do të ishte sot këtu përballë teje, çfarë do t'i thoje? Shumë pyetje e bukur kjo. Atëherë, nëse Ajra do të ishte këtu, do t'i thosha që mos e gjyko veten, mos u ndje fajtore, mendoj se në këtë jetë nuk ka njerëz të pagabueshëm, secili prej nesh gabon në mënyrën e vet, dhe bravo që gjetë forcën për të ringritur. A e donte Miri vërtet Ajrën? Po. Miri e dashuronte Ajrën dhe ishte aty, e dashuronte sipas mënyrës së tij, dhe ndoshta nuk kishte atë dashurinë e zjarrt, atë stuhinë, atë pasionin e çmendur që shumë njerëz përpiqen të gjejnë tek partnerët e tyre, por Miri kishte diçka shumë të madhe se aq, kishte stabilitetin dhe paqen që i falte asaj. Po të duhet të zgjidhje mes Mirit dhe Gjenit, kë do zgjidhje? Atëherë, si autore nuk mund të ndaj, sepse në momentin që të shkruan, ti futesh në botën e personazheve dhe i do njësoj ata, nuk mund t'i ndash dot. Por si njeri, sigurisht që do zgjidhja stabilitetin dhe paqen. A mendon se një autor mund të dashurohet emocionalisht me personazhet e veta? Po, patjetër që po, një autor jeton për një kohë të gjatë me personazhet, futet në botën e tyre, në brendësinë e tyre, përpiqet të t'i kuptojë, të reflektojë mbi ta dhe patjetër që po, ndodh. Ajo kishte rënë. Kishte rënë aq thellë sa për një kohë mendoj se nuk do ta njihte më kurrë fytyrën e vet në pasqyrë, se nuk do të mundej më të prekte shpirtin e saj pa ndjerë turp, se do të mbetej përgjithmonë ajo vajza që kishte humbur rrugën duke vrapuar pas një iluzioni që vezullonte bukur në errësirë, si hëna mbi ujë, e largët dhe mashtruese, aq e bukur sa të binte të notosh drejt saj dhe kur ekziston mundësia për ta prekur. Shpirtrat më të bukur janë ata që dolën nga zjarri, pastaj u kthyen në ujë për ata që ishin ende në zjarr. Por njerëzit nuk janë krijuar vetëm për të rënë. Janë krijuar edhe për të ringritur, për të mbledhur copat e vetes me duar që dridhen dhe për të vazhduar sërish, edhe kur ndihen të lodhur, edhe kur ndihen të thyer, sepse brenda çdo njeriu ekziston një instinkt i heshtur mbi jetese, që zgjohet pikërisht atëherë kur mendon se gjithçka ka marrë fund. Ajra ktheu kokën ngadalë drejt Mirit dhe e vështroi gjatë në gjumë, sikur po e shihte për herë të parë, pa mjegullin që kishte mbuluar mendjen për muaj të tërë. Sa i qetë dukej, sa i vërtet. Ai nuk kishte qenë kurrë stuhi, nuk kishte qenë zjarr që të verbonte, apo pasion që të çmente, por kishte qenë tokë, kishte qenë shtëpi, kishte qenë ai vend ku zemra më të pushonte
pa frikën se do të coptohej nesër. Nuk ka një ligj të shkruajturit. Unë zakonisht shkruaj në mbrëmje, por shkruaj edhe kur më vjen frymëzimi. Pra edhe kur jam në një kafe me një shoq apo me miq apo me familjen, çojmë për pak minuta, shkruaj atë idenë apo mendimin që kam në mendje dhe vazhdoj pastaj rutinën time. A ke ndonjë ritual përpara se të shkruash? Jo, mjafton të jem e qetë, mjafton të jem e frymëzuar dhe pastaj fjalët vinë vetë. Çfarë të frymëzon më shumë? Gjithçka e bukur, gjithçka frymëzuese. Ndoshta edhe një bisedë në një kafe mund të kthehet në një histori shumë të bukur njerëzore. A ka patur në një moment, Lorena, kur ke dashur që ta lësh për gjysmë librin? Me thënë të drejtën nuk ka pas asnjë moment. Mezi kam pritur që libri të përfundoj dhe ta kem në duar. Gjithmonë kam qenë shumë e apasionuar dhe mezi po prisja që shtëpia botuese të më merrte në telefon dhe thoshte Lorena, libri jot është gati. Kush ishte personi i parë që e lexoi librin? Personi i parë që ka lexuar librin ka qenë bashkëshorti im dhe mbasi e lexoi, sigurisht që më përgëzoi dhe me që më dha rasti, sigurisht që dua ta falenderoj për të gjithë mbështetjen dhe suportin që më ka dhënë gjatë këtij rrugtimi, gjatë një vjeçari. Jo vetëm gjatë një vjeçari, gjatë gjithë jetës, por që me që po flasim për librin, ka qenë një suport dhe një mbështetje shumë e madhe për mua. Cili ishte reagimi i tij i parë? Shumë pozitiv. Në fakt nuk e prisja sepse ai nuk është se është i apasionuar mbas këtij zhanri, por në momentin që lexoi më tha që bravo, më pëlqen dhe si radhë herë ai e nisi dhe ka mbaruar brenda ditës si libër. Pra nuk u shput për asnjë moment. Çfarë dëshiron të marrë lexuesi nga Hëna Gënjeshtare? Çfarë do të dëshiroja? Atëherë e bukura e letërsisë është sepse është shumë subjektive. Pra lexuesi e interpreton dhe merr sipas mendësisë apo mentalitetit vet. Por në fund të çdo leximi unë do doja që të gjithë të kuptonin se ndonjëherë dashuria nuk mjafton. Ndonjëherë është më e rëndësishme që njeriu të ketë besim dhe respekt për veten e tij dhe më pas të vazhdojë në hapa të tjerë. Nëse do ta përshkruaje librin me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? 3 fjalë që do të përshkruaja librin është dashuri, iluzion dhe e vërtetë. Nëse do të zgjidhje vetëm një kapitull që lexuesi duhet ta lexojë patjetër, cili do ishte ai? Do të zgjidhja kapitullin ku Ajra kupton të vërtetën dhe momentin që ajo ka rënë dhe momentin ku mendon se do ringrihet dhe transformimi i saj si njeri. Pra nga ajo vajza e qetë, butë e sjellshme, transformohet dhe kthehet në një tjetër njeri. A mendon se çdo lexues duhet ta kuptojë librin në të njëjtën mënyrë? Absolutisht jo. Të thash pak parë, letërsia është shumë subjektive dhe secili e merr sipas këndvështrimit vet. Kështu që nuk pres pra vetëm që të arrijë të hyjë në botën e personazheve dhe në fund të gjithë të drejtojë një pyetje nga vetja rreth historive të tyre, jetës së tyre dhe thonë që dale, prit, këtu duhet të stopoja. Atëherë nëse çdo lexues e bën këtë reflektim në fund, unë e kam arritur qëllimin tim. Ajo e di çka është e vërtetë. S'na kërkoi arsye, as semër, as faj. Veç ndjem peshën e heshtur që në zemër mbaj. Mesazhi është ndiqni ëndrat tuaja dhe mos hiqni dorë kurrë nga ato. Dashuroni fort, por pa humbur veten tuaj. Dashuroni veten tuaj të parën dhe më pas familjen të dytën. Në fund të çdo stuhie janë të vetmit që nuk I ka lëkundur era. Fjalia e fundit që mbyllet libri dhe mendoj se është edhe një fjali e cila më përfaqëson edhe mua. Në qoftë se ke zemrën e mirë, ti ke fituar në jetë edhe nëse humbet. A mund të më shpjegosh? Po patjetër. Atëherë në jetë ne kalojmë shumë sfida. Dhe sigurisht që jo të gjitha sfidat që ne kalojmë dalin fitues. Sigurisht që në jetë kemi dhe humbje. Por ajo që është më e rëndësishme është që ne mos humbasim veten tonë, mos humbasim zemrën tonë dhe mirësinë tonë, pas çdo sfide apo të keqja që ne kalojmë. Dhe kjo është fitoria jonë më e madhe, që mos humbasim veten, të qëndrojmë këta që jemi gjithmonë. Apo punon aktualisht Lorena për një libër tjetër apo ke menduar? Patjetër që kam menduar, nuk është se unë do ta mbyll vetëm me këtë libër. Kam një ide, jam duke punuar rreth asaj ide, por sigurisht që nuk do doja të ndaja shumë për këtë mendim që kam derisa ta vë në zbatim.
por shumë nga lexuesit e mi, ata që kanë lexuar librin, po më kërkojnë një hëna gënjeshtare 2. Kështu që mund të jemi dhe surprizues, mund të kemi dhe një vëllim të dytë rreth këtij libri. Po në të ardhmen, do vazhdosh me të njëjtin zhanër apo do doje të provoj edhe diçka ndryshe? Si e ke menduar? Nuk mund ta parashikoj dot të ardhmen, por unë jam gjithmonë këtu te ky zhanër, pra tek romanet psikologjike emocional që zbulojnë anën emocionale dhe psikologjike të njerëzve. Kështu që momentalisht mendoj se jo, por kur mos thuaj kurrë. Si ka qenë përqafimi i librit me lexuesin? Deri tani, me thënë të drejtën, shumë i ngrohtë. Nuk e kam pritur që do kishte këtë impakt tek ata që e kanë lexuar. Ajo që mua më bën shumë krenare dhe ndjem shumë mirë është fakti që të gjithë e kanë arritur ta kuptojnë. Madje ka patur edhe nga ato vajzat të cilat më kanë telefonuar duke qarë dhe më kanë thënë shiko si jam, kam qarë, kështu është bota, kështu janë njerëzit, sa në ditë takojmë si punë e xhenit, ose sa zemra thyen si punë ajrës, ose sa njerëz të mirë kemi si miri. Domethënë të gjithë personazhet kanë arritur të kuptohen nga lexuesi dhe për këtë jam ndjer shumë mirë. Lorena, ku e sheh veten pas 5 vitesh? Ku e shoh veten pas 5 vitesh? Siç e thash pak më parë, nuk mund ta parashikojmë dot të ardhmen, por pas 5 vitesh e shoh veten edhe me libra të tjerë të botuar dhe pse jo, do të dëshiroja shumë që romanet e mi të jenë të përkthyera edhe në gjuhë të huaja dhe kultura të ndryshme të arrijnë të lexojnë mendimet e mia, fillimet e mia, pse jo. Çfarë bën Lorena kur nuk shkruan? Kur nuk shkruaj, kaloj kohë me familjen e time, në punë, gjërat e përditshme, zakonet e përditshme, me vajzën. Cili është vendi yt i preferuar? Ku i kalon? Nuk është se kam një vend të caktuar kur unë mund të kaloj ditën time, sepse ne dim që jeta ka shumë angazhime dhe sigurisht që ne nuk mund të rrim dot vetëm në një vend. Por midis shtëpisë, punës, kalimit kohës me familjen. Çfarë muzike dëgjon Lorena? Në përgjithësi muzikë të lehtë, romantike, të lehtë, të qetë. Nëse do pije një kafe me një shkrimtar të famshëm, kë do zgjidhje? Do zgjidhja Paulo Coelho. Dhe do doja të pija një kafe me të dhe ta pyesja se si arrin të ndërthurë aq bukur simbolikisht jetën njerëzore dhe si arrin të depërtojë në mes personazheve të tij në mendjen dhe njëkohësisht në zemrën e lexuesit. Çfarë libri po lexon aktualisht Lorena? Ke ndonjë libër që ke në duar? Momentalisht kam disa libra që i kam në plan për të lexuar, por sigurisht që romani im ka marrë gjithë kohën e mundshme dhe jam akoma duke ndier kënaqësinë e botimit tim. Cila ka qenë sfida më e madhe në jetën tënde? Sfida më e madhe, nuk mund të themi se kam pasur shumë sfida në jetë, por sfida më e madhe ka qenë lufta me vetveten për të arritur atë çka unë dua. Çfarë të ka mësuar shkrimi për veten? Shkrimi më ka mësuar që të hyj më thellë në botën e brendshme njerëzore, në botën e tyre emocionale, dhe një gjë shumë e rëndësishme, mos të gjykoj njerëzit, sepse çdo njeri ka një histori të vetëm për të treguar, ka kaluar një periudhë vështirësie dhe ne, njerëzit që e shohim nga jashtë, nuk jemi askushi për të gjykuar atë. Do më duhet telefoni për këto pyetje që do të bëj, sepse janë pyetje shumë të shpejta dhe dua të më përgjigjesh shumë shpejt. Patjetër që po. Libër apo film? Libër. Mëngjes apo natë? Natë. Kafe apo çaj? Kafe. Det apo mal? Mal. Shkrim me dorë apo kompjuter? Shkrim me dorë dhe vjen kompjuter. Romancë apo dramë? Romancë me pak dramë brenda. Një libër i preferuar? Kam shumë. Personazhi yt i preferuar? Ajra. Personazhi më i vështirë? Gjeni. Ajra apo Gjeni? Ajra. Miri apo Gjeni? Miri. Dashuri apo karrierë? Dashuri. Sukses apo lumturi? Lumturi. Kritik apo heshtje? Kritik. Shkrim apo lexim? Të dyja së bashku. Një fjalë që të përshkruan më mirë? Empatia. Një ëndër? Kam shumë.
Një frikë? Asnjë. Nëse do të ishe personazh në librin tënd, kush do të ishe? Nga pak nga të gjithë. Faleminderit. Çdo libër është një udhëtim, dhe sot patë mundësinë të njohim jo vetëm faqet e hënës gënjeshtare, por edhe autoren që ju dha jetë atyre. Lorena Abramo sapo ka nisur rrugëtimin e saj si shkrimtare, por personazhet e saj tashmë kanë nisur të jetojnë përtej faqeve, në imagjinatën e lexuesve. Ju falenderojmë që na ndoqët, dhe nëse ende nuk e keni lexuar Hënën gënjeshtare, ndoshta kjo intervistë ishte arsyeja e duhur për ta hapur librin.